Maqedonia e pret festën e Pashkëve me rritje të çmimeve të një prej produkteve më simbolike të festës, vezëve, por edhe me një shport minimale më të lartë. Çmimet e produkteve tjera janë të larmishme. Domatet kushtojnë 200 deri në 250 denar, trangujt 100 deri në 180, specat mbi 200 denar, patatet e reja 60 denar 1 kilogram. Çmimet e mishit, veçanërisht të qengjit, që tradicionalisht zë një vend të rëndësishëm në festën e Pashkës, po ashtu janë në rritje. 1 kilogram mish qengji shkon në mbi 750 denar. Por sipas të dhënave evropiane, çmimet e vezëve në vend janë rritur me 26.3% në nivel vjetor, duke e rënditur Maqedoninë menjëherë pas Spanjës ndër vendet me rritjen më të madhe në Evropë. Një tabull me vezë shitet 300 denar. Për Pashkët, Maqedonia sërish u gjet në krye të ranglistave, por jo për vepra të mira, po për shkak të shtrëngtimeve. Vezët, simboli Pashkëve, janë shtrejtuar për 26% brenda vitit. Jo vetëm vezët, buka, mishi, prodhimet e qumshtit, gjithçka që i duhet sofrës festive, çmimet po rriten në kohën kur duhet të jenë më të kapshme. Kjo tash nuk është më një rrëfim ekonomik, është një pasqyrë e shoqërisë që vetë quhet fetare, por nuk jeton sipas këtyre normave. Qytetarët e ndjejnë lëvizjen e çmimeve, por duken të pafuqishëm karshi shtrëngtimeve që s'kan fund. Po normal, si këtë dëgjon. Ndryshu situata, nuk është atë që është, gjendja globale në tanë jetën, në tanë vendet që është, që ashtu është edhe këtë në. Duhet pajtohemi në këtë gjë. S'ka po, nuk e s'ka po, stvarno. Shtret, shumë shtret. Ku është problemi, nuk e di. Sofra e Pashkëve do t'jetë modeste. Sikur se tek ju siç është Bajrami, edhe tek ne duhet që në sofër të ketë diçka të mirë. Po janë pak sinalta ma, çfarë bëjmë? Dhe cilat produkte mendoni që janë shtrejtuar më shumë? Këtë mësere, thoj se. Këtë gjonjat kënë hip pak ama, e në të një gjisha se në zonë, thaj. Pele me qëfar çmimi i marën, është në tja, por në ratë gjë i marën nuk ka kuptim, qashtë. Katastrofë, ma shtrejtë se të Maqedoni nuk ka kërkune. Po cilat produkte janë shtrejtuar më shumë? Krejtat, vezët, ushqimi, makaronat, krejt, katastrofë. Kur jemi te vezët, një ngjarje interesante vin nga Velezi. Atje në vigjilje të Pashkëve, një mërgjimtar nga Amerika kishte ndar falas 2000 vezë për qytetarët e Velezit. Rëmuja, tollovit, zënkat se kush do të merr sa më shumë vezë janë mbase një pasqyrë e një kategorie të qytetarëve që mezi mbjetojnë gjatë një muaji. Derisa shporta minimale konsumatore sipas sindikatës shkon deri në mbi 67.000 denar, atmosfera e Pashkëve këtë vit është në hijen e pasigurisë ekonomike të luftës në lindjen e mesme. Për të parandaluar rritjen e çmimeve, inspektorët e tregut kanë nisur kontrollet e jashtëzakonshme. Nëse dhe çka është shtrenjtuar, do të dihet të martën.